أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Ata e falënderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi gjithë ju që jeni sot bashkë në këtë ditë xumaje dhe në këtë orë xumaje bashkë në këtë xhami. Allahut na fal të na mëshirojë inshallah. Dhe sigurisht që është në mëshirën e Zotit, në rahmetin e Atij, ai i cili ndodhet në këtë orë në xhami, se është urdhën, obligim i caktuar nga i Madhi Zot xhele xhelaluhu që gjithë ata që janë mosh rritur, që janë besimtarë musliman, me marr pjesë në faljen, adhurimin në ditën e xumas. E inshallah kështu na çon Allahu që ta ruajmë këtë urdhën të Zotit xhele xhelaluhu, sigurisht i majmë edhe punët e dynjas, pa i lanë onash, por ta falim edhe ditën e xumas. Secili që mundohet për diçka, Allahu ja mundson. Ka rrugë të veta i Madhi Zot xhele xhelaluhu, sado që të jenë ato punëdhënësit tashpër që të izolojnë, që të bllokojnë, prapë se prapë Allahu xhele xhelaluhu gjen rrugë. Edhe unë për vete, dikur kur kam qenë i varur tek një punëdhënës i asaj kohë, edhe kam gjetë kohë për faljen e xumas, jo sa që keni ju këtu afër, maksimumi keni hec ka 2000 metra, 3000 metra, 1000 metra, 500 metra, po unë kam hec 79 kilometra. Me mjete të rastit, pra xhumon e parë që kom falë në jetën time, 79 kilometra në Shkodër, se vetëm ajo xhami ishte hapë, tjerat kënej nuk ishin hapë. Edhe i tham atij përgjegjësit që kishe ke puna, drejtorit, thash nesër kështu duhet me shku, thash që ta falë xhumon, falu ka të dushta, unë do të mbahet puna këtu, thë. Mle punë batal, mas t'kene fjalë. Edhe e kryeva punën, jam qumë 12 natës, me një 3-4 shokë tjerë, e deri se ka gdhej. Kur ka gdhej ora 7, kishte marru gjithë shka. Në orën 7, i qapë buka të këshpeja, me mjetë të rastit që s'ka pas mjetë e si sot, e keni parasysh? Ka shkoj, i tham ati një lloj mjeti, ka qenë quajt zok, i thoni zok, aleikum selam. Po laka, rumon, nuk di që kanë qenë kështu, tha ne shkojmë për Shkodër. Mirë, i thashun, po tha, me lek, me leka, i thash, unë lek për këtë diti do, thash, unë dëhan jo, alkohol jo, kafe në për klube jo, imoralitet, jashtë kunore jo, u ti që i lek, për që këtë diti do, e adha që kam regull. Drejti kë ura e Baqalajkut, që i thonë ati në Shkodër, këtë xhami e Plumit, 90 që kështu ka qenë, kë ura Baqalajkut, tha, që ku është xhamia, hera parë që shkojshë në Shkodër, ja ku është xhamia, tha shikoje, tha, e pashtë, rre pa mërak, tha shkoja vash avash, ula duke pushu, u fala pak aty, se kishte kohë për xhumon. Edhe falem xhumon, u knoqem, edhe hera parë një jetë, me tren, masani, treni ishte me shku në kam, po vallaj ishte pak rrugë. Nuk po them shumë, po gati këto në Nikël. Niklin e dini gjithë, dhe më nga këtu ku jam unë, deri afër Nikles më kalu Larushin, ishte me hecë më kam. E kisha, si me qenë do hecë 100 metra. Këtë treni vendën e lonë dhe ke stacionë këtu këne që quhet Budu,
zbres atë, në kam ke shpeja, pa falë deli prapë në shpej. Ditë në punës po, ditë në gjumans po, pa këta do në punë, vlezër, këta do në levizje. Pra ibadeti, puna, koreksia, këta do në të sakrifikojsh. Një shoqë të më fushkruj për ditë bajrami. Po ka qire thashtë nuk të pashat e ke fusha. Së më dullë gjumi, dhe. Pas ka për dalë, si herë thashtë gjumi, kështë. Sa i loj neti që ke boti, ajo është net gjumi. Pa bi gjumi, pa më dullë gjumi mirë. Neti thonë, o Zot, mas më le nesër pa ditë në bajramit. Pa dalë në unat i këshuk. Mas më le pa namaz në sabahot. Se si ka për zgjojt Allahu, ata nuk e di. Pa për Zotin sebet ka për të bon. Mu ma ka bo sebetën e ka herë zëjt. Jenë ca zëjt që quhën shumë herët ato. Më sabah. To ciceru ata, që ka bo vakti për të quhë më sabah. Bo Zotin sebet, i zog fluturati, edhe knoj ati, edhe quhështi, edhe falë namazën e sabahot. Ama mas hara se i namaz sabahu, qamë gjenet valaj. Kështu që ta falendrejmë madhen Zot Gjele Gjelaluhu, edhe ju që keni arë sot, s'keni qenë pa punë, sa të dosh keni pas, por planet, objektivet duhet me javun vetës të forta. Të forta. Aleikum selam. Gjoja më e rëndësishme që ju ka dhonë Allahu robit në këtë jetë, a e dini çka është? Njerëzit mund t'japin mendimet ndryshme. Shpia, puna, gruaja, burri. Wa aleikum selam. Mendime nga matë ndryshme. Amin, Allahu të bekohë, inshallah. Por ajo që ka